Miq, rezultatet të shpallen më në fund prej KQZ-s, rezultatet e zgjedhjeve përfundimtare. Pra, BB ka marrë 42.3% e votave, apo ma tepër se dy fish që sa partia e dytë që ka marrë 20.9 PDK-ja dhe 18.2 LDK-ja si partia e tretë. Pra, BB-ja ka 48 deputet, PDK-ja ka 24, LDK-ja 20 e AK-ja 7. Pra, e dyta dhe treta i kanë 44 deputet, e para ka 48 dhe është determinuesi qartë kush duhet ta bëjë qeverinë. E janë disa opsione në letër për ta bërë qeverinë. Që unë i kam rendit, i kam pyet në një sondazh në profilin, në faqen time në Facebook, faqen e re pra, edhe keni votu mira nga ju, edhe rezultati është ky. Një nga opcioni i parë, pasi që janë më dy partitë më të mëdha, është VV-PDK. Këtë opcion e kanë preferuar 8% e respondentëve që janë përgjigj në sondazh. VV-LDK 44% apo opcioni më i preferuar. Opcioni më së paku i preferuar, që për moshën befasimit të drejtën, është VV-AK, pasi që edhe në këtë opcion mund të krijohet qeveria shumë lehtë. 1% vetëm. PDK, LDK, AK, pra një koalicion i opozitës, i cili është i mundshëm bashkë me minoritetet serbe dhe jo serbe, po minoritetet jo serbe mund të krijohet, 35%, pra është opcioni i dytë. Ndërsa VV Nisma, minoritetet jo serbe, është opcioni i pestë i mundshëm, është 12%. Nga 5 opcione, 4 mund t'i bëj VV-ja dhe nëse cilin verzion mund t'a krijoj qeverinë pa asnjë problem. Por, opcioni më i preferuar, pra vazhdon të jetë ai VV-LDK, 44%, edhe pse Lumir Abdigjiku vetë dhe kryesia e LDK-s kanë thonë që na nuk dojna me VV-n, dojnë me kriju qeverinë vetë, me tjerë, pa VV-n, dojnë me pas edhe postin e presidentit, e me çfarë matematikash ata nuk e kanë shpjegu, sepse në asnjë rrethon presidenti nuk mund të zgjedhet pa miratimin e VV-s, pasi që ka mbi 41 deputet. Në momentin që ka 41 e ma tepër deputet, një grupacion politik, presidenti nuk mund të zgjedhet pa atë parti.